Këtu është horoskopi i shtunë 22 nëntor 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ditë e rëndësishme, ka ardhur koha për të dëgjuar veten dhe gjithashtu për të deklaruar dashurinë tuaj, nëse është e përshtatshme. Shmangni shikimin pas, tani çdo gjë e re funksionon, rezultate më të mira fal strategjive të reja. Demi. Jini të durueshëm. Nëse keni qenë shumë intolerant kohët e fundit, keni të drejtë të imponoheni, tani qetësohuni. Binjaket. Projektet e dashurisë dhe çiftit, lidhjet e reja janë të mirë se ardhura. Ka ardhur koha për të imponuar dëshirat tuaja, në një farë mënyre ju mund të detyroni një vendim. Gaforja. Vëmendje në çështjet e përditshme të çdo dite. Kishte arsye për polemik, sot përpiqet të vendos një gur në gjithçka që ka ndodhur. Ndaloni her pas here dhe kërkoni relaksim. Luani. Sot është dashuria që do të mungojë në fjalën e zakonshme. Dita që ju fton të jeni të kujdesshëm me para. Virgjeresha. Ndiheni veçanërisht të lodhur, nervoz. Shmangni përplasjet në familje dhe në marrëdhëniet prind-fëmijë. Krizat e vogla të dashurisë, nëse ka një ish që ende aspiron zemrën tuaj, largoni kujtimet negative. Peshorja. Zgjedhjet që ju bëni janë të rëndësishme, tani më shumë se kur ju mund të pohoni vetë, problem i vogël në shtëpi. Merrni zënë në dashuri, por duhet të jeni në dispozicion. Është e vështirë të qëndrosh i qetë. Akrepi. Betejat do të fitohen, por nuk mund ta përjashtoj mundësinë që do të keni shumë vështirësi për të bërë gjithçka që dëshironi. Për mosmarrëveshje me një ish partner, konsultohuni me një avokat. Shigjetari. Ju do të duhet të provoni pafajësinë tuaj nëse dikush ju akuzon se nuk keni paguar për diçka ose keni shpenzuar shumë para. Mbrëmje e qetë dhe pak dëshirë për t'u shoqëruar. Në këtë pikë ju vetëm duhet të jeni të kujdesshëm ndaj dikujt që po përpiqet të marrë diçka nga ju. Bricjapi. Dita juaj e pjesës. Fitnes në shërim të shkëlqyeshëm, bukuri dhe energji shtesë. Ujori. Një ditë që në fund të fundit të bën pak me sy. Këto janë ditë shumë efikase për ndjenjat dhe njohjet e reja. Peshqit. Shpenzime të papritura, ki kujdes. Është e mundur që të mos keni kohë t'i kushtoni ndjenjave, nuk është gjë e mirë. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.